A im PD ka qenë edhe me Shkop të dera PD-s. Asnjë lidhje. Për të mbrojtur Partinë Demokratike. Për të mbrojtur Partinë Demokratike. Dhe ka qenë ajo ka qenë në kat të tretë. Ajo e Shkopit. Dhe kur e shap një derë e caktuar, se kam sqaruar, po e sqaroj prap, kur është hedhur gazi Lotcjellës, që nuk e kemi hedhur ne, se unë jem ka tretë, se duket nga droni ku e ka kap atë, unë kam dash që të hap dritaret caktuara se ishte më mbytës aty. Por, unë rridhe me Shkop në dorë për të mbrojtur bindjet e mia. Po pse ti mendon që ata, se tani po e bën kështu, kujt i dola me Shkop në dorë, unë i dola do kujt që më erdhi e më tha që të lutem kështu, apo njerëz që mund vinin edhe të priteshin për shkak se përplaseshin dy drejtues. Ishe këtej, jo më kam qenë kalove këtej, tani po del prapë përballë. Kjo është që ti bësh shërbim atyre që ta kanë thënë. Tela ndihmon pak. Nuk është jo ndihmon. Unë kam thirrur kjo që ka thënë, këtë ky është një shërbim që ja ta themon. Po jo është pa vërtet, pra. Po e thonë pa vërtet. Jo, ishën pra me Lulzim Bashën. Kalove. Po thot pa vërtet. Po del. Jo, po thot pa vërtet. Basha ishte bythë brek me. Po thuat pa vërtet. Po jo, po thuat pa vërtet. Jo, thuaj të vërtetën. Thuaj të vërtetën. 5 ditë e fundit Basha nuk ka qenë me doktorin. Unë jam i vetmi njeri që nuk kam lëviz. Unë kam qenë Basha jep të jetën për doktorin. Lutem. Unë kam qenë te sigla e Partisë Demokratike. Shkoj sigla e Partisë Demokratike, u bë kryetar Sali Berisha, kam qenë te sigla e Partisë Demokratike, është Partia Demokratike sot, këtu jam aty. Tani një pyetje kam unë nuk kam bërë koalicione as me parti që i kam sharë, unë nuk kam bërë as kam ikur ndonjëherë me qeverinë, unë nuk kam marrë as ish ministrat PS-s të bëj deputet, unë nuk kam marrë as ish deputet PS-s të bëj deputet, unë nuk kam ndryshuar në qendrim ndaj askujt. Unë nuk kam qenë nga ata që kam përmendur me emër edhe i kam shkuar tani Berishës. Unë kam thënë një gjë. Unë kam qenë sigla vëlla, si ke qenë aty këtë. Ato ti bën pyetje të tjera më vjen vetëm. Vërtetë. Po që i them unë, Jo, i thot njëri që i them. Po dakord, unë po them me çfarë i ka thënë. Se ishte e gabuar nuk ka. Ishte pa vërtet. Tela ka drejtë sigla. Kam një pyetje. Kandidoj. Po mirë, kam një pyetje po të them. Kandidoj me siglën e Partisë Demokratike, se Lulzim Bash nuk e zgjodha unë, e ka sjell diplomatë. Pyetje nuk të lejoj unë. Ti ke votuar? Ka votuar unë. Vetëm flamurin lejoj të bëj pyetje. Ti ke votuar? Vetëm flamurin lejoj unë të bëj pyetje. Tani, dëgjoj. Si mund të thuash ke qenë aty? Unë kam qenë te sigla e PD-s gjithkohën, vëlla. Se themi thon më gjëra dhe unë po t'i them ty. Po jo, më nuk e kam. Ky është konstatim i parë. Po se konstatim vëlla, kam qenë me PD-n. Ke qenë e PD-s. Ke qenë me kryetar Lulzim Bashën, kur ke pas Shkopin në dorë. Ke qenë me Lulzim Bashën. Kush ka qenë atëherë me tjetër me Lulzim Bashën? Të gjithë ata Ka qenë gjithë me Lulzim Bashën, se është partia vëlla. Patjetër, pra unë këtë të thash. Ishe këtej. U bashkove me Berishën, u bëre kryetar demokratike. Dhe tashti ke dalë përballë prapë. Është e pavërtet, sepse kjo është një narrativ që duan t'ia udhëheqin disa njerëzve. Po ta them unë qartësisht. Unë kam qenë te sigla e Partisë Demokratike, kam shkuar kur ka dalë shumicë zoti Berisha. Kam shkuar dhe kam thënë që po, unë i njoh që ka marr votën. Kam qenë nga të paktët, 4 njerëz kanë marrë bashki. Kam shkuar drejtues politik, kam 2023-ën. Jo, po tjetrën. Po si tregos, më thuaj një gjë. Çfarë më ka dhënë mua Partia Demokratike? Ma thuaj pak ti. Se unë i kam dhënë këtë fitoren këtu, më ka përjashtuar në 2021-in, kam hyrë me garë. Po tash, unë mendoj që Tela tani ti jam plotësove. Unë mendoj këtë, ja një sekondë. Te kjo çështje e Shkopit, kjo është shumë e rëndësishme sepse është identifikuese për Salin. Dhe Saljaja nuk do ta justifikojë. Për mendimin tim, njeriu do të thotë gabova. Të marrësh pjesë në një luftë civile, në çdo krah që jesh. Po s'kem qenë. Është gabim, ai është gabim i rënd i PD-s. Po, kushdo që ka marrë pjesë në luftë civile, do të thotë ne gabuam. Pjesë dhe bën luftë civile. Ne menduam që ajo është zgjidhja, po s'është zgjidhja. Po Saliani po të rinte jashtë, nuk do ishte në asnjë grup. Jo, s'ka lidhje në luftë civile, s'mund marrësh pjesë. Në luftë civile, në luftë politike mund futesh. Po në atë luftë, në atë betejë nuk duhet futesh. Doktori e ndërtoi aty luftën civile. Të lutem të rikthehemi pak Të rikthehemi pak te ai moment. Jo, nuk rikthehemi dot se kemi. Po mirë se u tha. Mirë, atëherë thuaj po 5 fjali. Po. Ai moment ka qenë momenti për Partinë Demokratike në 35 vite, një nga momentet më të dëmshëm për PD-n, që gjithë secili që ka marrë pjesë duhet të kërkojë falje. Nuk po them unë që është një moment krenarie, por po them këtë tjetrën. Ne jemi thirrur në prit. Unë nuk kam ditë atë ditë, ashtu si shumë kolegë të tjerë që aty janë vendosur blinda dhe dyert mbyllura. Jemi thërrit për mbledhje. Kemi shkuar për mbledhje, jemi gjetur ne brenda disa demokratë tjerë, demokratë gjithë. Edhe aty për shkak mendimit. Ja kam thënë, se kam thënë dhe në publik atëre, kemi qenë debate. Por pse hapeni ty. 5 fjalitash. Se ka rëndësi kjo.
hapeni këtë derën dhe tyrën, se nuk ta jep legitimitetin, kam thënë. Po më në rregull. Ta jep legitimitetin Godina. Okej. Dhe në atë moment nuk kam qenë unë duke gjuhet njëri, më shkati tret, se është me dron, duket është. Ka qenë në mbrojtje. Po jo, pas nuk kam qenë, ka qenë kati tret o burë, që lidhe ka. Ka qenë disa brënda, disa jashtë. Po simbolik sa. Ma atë gjeti o burë tani qatë kishe, aty kishe edhe me armë lartë. Po simboli, po të themi ashtu. Ju thamë doktorit mos u fut. 1 minutë tani, shiko se interesante. Tani e duar shumë shkurt. Narrativa është kështu, se cili që ka fuqin që të ndikoj të njerëzit është kjo. Tani, se gjitha është e narrativa. Do më thënë, problem është kush është në mbrojtje. Dakor, mund tjetë edhe kështu. Tani, do dalim pak minuta. Atere, e kam të andim ose ka një inkoherencë të frikshme sot. Atere, në atë situatë, jep të drejt atyre që ishin në opozit, jo leadershipit. Tani, jep të drejt tyre që janë leadershipi dhe jo ata që mendojnë ndryshe. Po ke inkoherencë të kjo. Kalove pak më shumë. Shmangesh pra komplet. Kalove pak më shumë. Shmangesh po e përdor. Po ti po thua, unë nuk e di se çfarë ti po thua. Ti si as ngar o zotëri, po ti je ngar, dakor. Ti po thua. Edhe tani se ta akuzon për garë, pastaj po kalove më tjetër. Çfarë do bëj pas nesër, nda PD-s, por ndërkohë më thua, a nuk e peti sa mire bori doktor Berisha që doli përballë Bashës, por ja stop dhe mori partinë. Unë jam këtu dhe ti Pyetje. nuk thash sa mirë. Pyetje unë. Thash që bëri mirë apo keq, bëra keq. Ju lutem. Pse është ashtu? Zoti Saliani. Shumë mirë bërë. Sa më shkurt, shiko, kam të... Po nuk e thotë kam model, du ta bëj kështu. Po tu nuk e di se do bëj. Spektakël demokratik. Eqi, për një moment demokratik patjetër. ai është brenda, eqim fenomenin Saliani për një moment, është brenda komplet, por dalim në një pikë më të përgjithësuar, më të rëndësishme, se të gjithë faktorët janë aty. Tani unë e duam fare me 5 fjalë, tani do të jemi sa më dinamik. Si shpjegoni ju faktin që pavarësisht skandaleve të shumta që kanë ekspozuar hetimet e SPAK, nuk kanë reagim shoqëror. Njerëzit janë indiferent. Pse mendoni se ndodh kjo? Unë kam edhe një arsyetim timin, ë? Do me thënë që... Po më pyet mua, po... E ty, po unë kam edhe një timin që ne mos jemi një popull indiferent, o zotëri. Jo. Që nuk ka... që ka që meritojmë. Ta zhysi topin tash. Çfarë do thotë? Ta zhysi topin tash. Po jo nuk e zhysi topin. Jo, por nuk po e zhys që mos shqetësohet Andi, mos ke filluar. Sot është shqetësove më shumë. Si po dës apo por i leadershipit apo po çfarë zhytje topi ka këtu? Ma thuaj çfarë duhet të them, cila është përgjigjja që të të pëlqejë ty? Këto pra njerëzit nuk e pëlqen, po duan mënyrën se si drejton po. Ja, 1 minutë, sinkronin lutem, ja 1 sekond. Ja, e tha. Për telen, sinkronin 2. Prej 2 javësh, rrugët e Teheranit dhe qyteteve tjera Tiranit janë të mbushura me opozitarë të guximshëm trima, të cilët pavarësisht nga masakrat, bëshrit e ajetullave obskurantisht ecin të sigurt drejt fitores. Opozita shqiptare ka vendosur të thrasë një protestë me datën 24 janar.